11 dhjetor, ngriuni luftoni për vendin tuaj. Mbështes çdo lëvizje kundër gjysmë diktatorit dhe autoritarit të Surrelit, qoftë edhe me pak njerëz si Lapaj, por që mund të ndjekin shembullin e Bullgarisë. Në Ukrainë, amerikanët kanë ngritur një njësi kundër korrupsionit, thuajse si SPAK-u në Shqipëri, drejtohet prej tyre. Janë 70 deputet të Ukrainës, shumica të partisë Zelenskit, që janë përballë akuzave të ngritura nga SPAK-u i Ukrainës, duke kërkuar arrestimin e tyre. Zelenskin po e cilësojnë të paktën media britanike, që është zëri Amerikës, Daily Telegraph, si hajduti i Kievit. E njëjta qasje edhe me Ramën. Vinë zyrtar të lartë amerikan, nuk takon askush Ramën. Kam më shumë se një vit që nuk takon asnjë zyrtar amerikan këtu në Amerikë. Largohen si prej zgjedhjes ndaj tij. Ai nuk arriti të takonte as Bidenin, edhe pse ishte ai ligaveci i Soros, djalvajzës së Sorosit, madje edhe Kamala nuk ka pranuar të takojë gjatë fushatës, por ka takuar Veliajn, një tjetër hajdut ordiner që pritet të dënohet të paktën 10 ose 15 vjet mbas akuzave që do të ngrihen nga SPAK. Personi që ka zvendësuar Escobar ka qenë në Tiranë, nuk ka takuar Rama. Personi që dje ishte në SPAK është, e thash të njëherë, është drejtori i Europës, zvendës drejtori i Europës Perëndimore dhe Qendrore. Shqipëria është Europa Juglindore. Ka pasur një takim në Vjenë personi i ngarkuar si kreu i Byros Europës me Spiro Palin. Natyrisht mesazhet janë dhënë ajo si kupton. UNAZA, e vjedhësit më të madh Ballkanit Perëndimor, po ngushtohet. Kishte investuar shumë te Kushner. Natyrisht që ndihem keq kur Kushner shkon në çureza të rëndësishme bisedime, siç është përballë Putinit, duke treguar që Trump ose ka transferta financiare, se ai për ato është për ato lloj pisliqe, sepse nuk ka në një klasë të lartë inteligjencë, në shkollë ka hyrë mbas blerjes nga jate duke bërë donacione, dhe ka falimentuar disa nga ndërtesat e famshme në Manhattan. Por falja e Sazanit përmes shkesit Rothschild, por dihet që Kushneri si familje kanë qenë ultra liberal të majtë gjithë jetën. U distancua Trumpi prej tij se deponoi për 6 janarin. Media amerikane thotë që ai është separated nga Ivanka, që ka dëshira të mëdha të lexojë për Shqipërinë sepse e kujton veten si guvernatore. Por Rama ende nuk firmos. Pret një pit stop në Mar-a-Lago. Nuk besoj, duke parë qasjen amerikane me SPAK-un, shpjegohen shumë gjëra. Kanë vendosur që klasën e ndyrë politike kusare vjedhse ta zhdukin. Përse ka rënë sulmi ndaj Lubis Balluku? Natyrisht që media është e blerë. Natyrisht që grupet caktuara dhe deputetët të PD-s kanë mbyllur gojën. Janë me mira mesazhe, jo thjesht gjua vulgare e saj për palloshin. Stili i SPAK është i njëjtë me njësinë antikorrupsion ndaj Zelenskit në Ukrainë. Ka video regjistrime, përgjime pafund, dëshmi dhe është gjetur trail gjurmët e transfertave financiare. E njëjta gjë është me Ballukun. Një herë në 2 javë dërgon emisarët nga aviacioni civil të pastrojnë paratë e pista në New York. Investime deri në Michigan. Është vijueshmëri e parave të pista që në kohën e Hoxhës e Tramizalis, i cili kur vinte në vizitë në OKB ka pasur bashk të birin i cili punon si drejtor banke në Francë. Hoxha ka hapur një llogari bankare në Chase Bank, që në 45-46. Dhe dihet diaspora këtu i njerëz të Tiranës që kanë pastruar milionat e sistemit komunist. Amerikanët janë pragmatik, por lupin e kanë fundosur.
janë dëshmit e Ametajt, i cili vetë është i korruptuar se ka qenë pjesë tavës të madhe të Ramës, por ai ka informuar dhe raportuar ndaj Ramës tek ambasadoria Yuri Kim, e cila ka marrë një shpërblim me një kompani të madhe nafte amerikane, pas asaj Tigri 1 dhe Tigri 3, po dhe aty ju kam thënë, kanë dalë hetime që kryeministria e Bangladeshit, e dënuar me vdekje, është investitore. Rama e di që në Amerikë e ka marrë kryqe. Nuk është rastësi që Washington Examiner del me tituj Rama Sinorega, shtet mafioz. Por shqetësimi i kupolës djathtë amerikane, të cilët kontrollojnë spakun dhe duan që në pranga të shkojë deri tek Rama, është që a do t'i lërë free pass doni i madh Ramës. Departamenti Amerikan i Shtetit nuk flet më për zgjedhje të vjedhura në Evropë, ka shkrirë Byron e Drejtave të Njeriut dhe Demokracisë. Rubio deri tani duket që është jashtë loje. Sidomos në problemin më kardinal të Ukrainës nuk e pyet kush. Ka dalë disa herë blof. Dje në media këtu ka dalë që Rubio ka dhënë një urdhër që në ato kompjutrat e departamentit të shkruhet me Times karakteri, jo kalibri, sepse kalibri, ajo me gërmat e trasha, është vendosur nga Blinkeni dhe hyn te wokizmi. Niveli ullët. Ende nuk ka filluar të ndihet maga dhe 20-25 realisht, sepse është shumë e vështirë në një departament me 27.000 vetë këtu në Washington, kur ke vetëm emrime politike deri tani 70 apo 100. Dhe Trump është i shqetësuar. Në një mikrofon e kanë kapur kur i thot në shtëpinë e Bare, pse nuk kaloni nominimet e mia. Nga 1000 nominime politike ka kaluar vetëm 200, 250. Është shumë e vështirë. Deep State funksionon. Trump e ka shkundur, por Trump ka probleme shëndetësore. Rama, me udhëtimet e tij në vendet arabe, tregon se ka dështuar, kur sipas gjasave, nuk e vërtetoj dot, po ka dashur të shes aksionet e fsheta të Kastratit, të Mane, oligarkët e tjerë, të BlackRock. Tani, orvatet që t'ja blenë Arabët, Saudit, Jordanez, i veshur si kloun vazhdon. Por këtu, në këtë vend të madh, askush nuk e takon. Të gjithë e dinë që e keqja ka vetëm një emër në Shqipëri, Edin Rama. Amerikanët kanë kohë që e dinë. Natyrisht që një vend i madh është si një anije e madhe, timoni kthehet sot dhe anija kthehet nesër. Por fryma është kur Trump është aq mos përfillës, shpotitës, goditës ndaj një Evrope që ka një histori të madhe, imagjinoni ju se do të toleroj, më falni për gjuhën, palloshin e gjatë si thot Lubia. Matahari duket që e ka tredhur beun e surrelit. Nuk ma besuat dhe Greqia nuk ka ndikim. Zonja ka ardhur nga Athina. Po vengu, ministri i mbrojtjes. Nuk ka ardhur nga Kina. Skandale kanë dalë me transaksionet me një firmë armësh izraelite e sankcionuar nga NATO. Përse të gjitha lidhjet dhe personat që lidhen me Ramën përfundojnë korrupsion të theksuar madhor. Akuzat janë që ka paguar Blair. Pagoi Bill Clinton $1 milion për të fjalim të ksheshi përballë kryeministrisë. Natyrisht që pagesat i bën djalë vajza e Soros. Çfarë lirisht të mëdha ekonomike falje ka bërë në jug? Nuk ka ngelur lëtyr ligavec politikan nga BE-ja të mos kafshoj jugën e Shqipërisë. Deri tek Afrikan-Amerikani Adams, kryetari i Bashkisë Majore Nikje. Çfarë kërkon të vilet qeveritare në jug të Shqipërisë? Doset janë masive. Dhe ajo që e gropos Sinaloa,
është kërkuar ekstradimi i grupit shqiptar, ai entiteti europian pa diskutim është lejet që Rama ka dhënë për ta. Mos ndaloni sulmet dhe mesazhet ndaj Lubis. Aty mbreti ka dalë lakuriq, por nuk do ta pranoj. Nuk ka investim publik të mos jetë i vjedhur. Dhe orvatjet për të spostuar vëmendje dështojnë. Ty të kanë ikur 1 milion shqiptar nga politikat e tua. Këtë s'na ka bërë as Serbia as Greqia në këto përmasa kaq të mëdha. Dhe ti guxon dhe hap qendra për emigrant nga Somalia, nga Afrika, nga Azia, nga Bangladesh. Dhe asnjë s'reagon. Aty jemi ne më pak të civilizuar se bullgarët, unë them se jo. A kanë frikë shqiptarët të dalin të protestojnë? Kanë frikë se po. Në një mesazh dikush thoshte që dilë edhe për mua se kam frikë se më heqin nga puna. Është fakt. Sepse pensionistët kanë të drejtë protestojnë. Socialistët ndershëm po ashtu. Demokratët e në përkëmbër po. Rinia të cilëve u shitën diploma pa vlerë dhe ata. Problemi është që media është e kontrolluar nga dështaku Urriti Surelit. Dhe është krijuar e tymnaja e madhe që shqiptarët mësojnë me të keqen. Mos fajsoni njerëz të thjesht. Protesta mund të ketë disa lloj shenjash. A doni të tregoni që nuk doni Ramën? Bëni një thirrje. Le të themi, nesër në orën 20, të gjithë ata që janë kundër Ramës, fikni çdo dritë në apartamentet tuaja. Tirana do të bjerë në terë. I mbani mend kinezët kur u mbyllën në Covid, se si dilnin nëpër balkone, i binin tenxhereve dhe shanin komunistët e tyre, nuk e mposh dot njeri revoltën e askujt. Unë isha disa herë brenda shtator-tetor nëndorit në Shqipëri. I pash të gjithë, shumica nuk do Ramën. Socialist ndersh, demokrat, gjithkush, në masë shumë të madhe. Është e turpshme që ata që kanë vjedhur me këto përmasa të vazhdojnë të drejtojnë Shqipëri. Dhe mbi të gjitha është vjedhja e sistemit zgjedhor. Spaku shkon mbas krimit, mbas miliardave. Kush do të shkoj të zhbllokojë sistemin zgjedhor? Është 35 vjetori krijimit të një partie që mori përsipër të ndryshonte Shqipërinë. Prallët e Katovicës, natyrisht që Ramiz Alia do të ketë dashur që të kishte një qeveri koalicioni. Në atë kohë Pashko, Imami donin të ishin me PS-n. Skema u prish, por në 97 i ktheu përsëri. Dhe të jemi ne pas Bullgarisë, pas Sofjes dhe Serbisë, është e turpshme sepse jemi shumë herë më perëndimor se ata. Nuk ka parë Bullgari televizion italian siç kemi parë ne gjatë diktaturave. Bullgaria edhe sot konsiderohet si një vot e Moskës brenda NATO-s. Po në shesh dolën me qindra mijë vetë, edhe dogjin. Sepse djegin Paris, djegin Athinë, në 6 janar këtu në Amerikë. Dhe shqiptarët kanë të drejtë të kërkojnë një të ardhme më të mirë për fëmijët e tyre. 1 milion kanë hikur, po të vazhdojnë me Ramën, do t'ikin dhe 1 milion të tjerë. A ka bërë kush një studim? Si ka mundësi të votojnë 1,4 milion vetë në Shqipëri kur nuk ka kaq shqiptar? A votojnë me emrat e diasporës patronazhistët, por dhe ata që dhanë firmat për Shabanin?
Kam frikë se po. Natyrisht që si në një diskutim për ekipe futbolli mund kesh kritika për trajnerin, për lojtarët, por problemi është ky. Thelbësore është që e keqja në Shqipëri ka vetëm një emër. Dhe Lapa i ka drejtë që nëse dalin me mira vet, ai do të pranoj dorëheqjen. Ai kërkon pazar. Do të ngelet siç i futin në përshkretëtir vendeve arabe, se këtu hebreu kushte nuk e shpëton dot. S'ka zot ta shpëtoj. Nuk e them unë. Qoftë dhe të blej një pit stop Mar-a-Lago siç kërkonte Vučić, por qëndrimi ndaj smakut shpjegon çdo gjë. Amerika e ka serioze luftimin e trafiqeve dhe është serioza i shkrimi Washington Examiner që Rama si Noriega dhe deri tek shteti mafioz trafikant. Dhe kur në një rezolut në Washington, partitë qendra të djathtë arrin që të kalojnë shqetësimin e demokratëve, nuk është se është ndonjë fitore kështu meravilioze madhe, por tregon një qasje tjetër. Unë shpresoj. Kjo administratë në politikën e jashtme ka treguar që është indiferente. Por fryma për të mbështetur djathtën ekziston edhe në departament. Dhe sferat e pushtetit janë shumë, Senati, Kongresi, media. Por çdo gjë do zgjuar si. Unë besoj se shumica shqiptarëve janë të ndershëm. Por hijet e të kaluarës ende vazhdojnë. Nuk merret kush me biografi, nuk merret kush për një djalë të ri se gjyshi pas ka qenë atentator Muslim Keta. Por shqiptarët do të donin që te kjo FBI shqiptare t'ishte një djalë a vajzë nga këta mira e mira që nuk kanë asnjë lidhje me atë të kaluar. Dhe kjo më kthen tek zgjedhjet e marsit të vitit 1991. Një javë përpara, amerikanët hapnin zyrtarisht ambasadën në Tiranë. Kadareja më ka thënë që kanë pasur një takim nga të dërguar amerikanët, më kanë pyetur, ka dy mendime, një që të hapet ambasada përpara, por kemi frikë se merret si mbështetje për komunistët, dhe një të hapet pas. Dhe Kadareja ka thënë, më mirë hapeni ambasadën, tjetë flamuri juaj, por kjo tregon që ata ishin të gatshëm të bashkëpunonin dhe me hijet e sistemit komunist për të arritur qëllimet e tyre. Është maraton, nuk është sprint. Por ky vend i madh na konsideron troje të ndikimit amerikan. Jo vetëm ne, por dhe shqiptarët në Kosovë. Të dalte letrat famshmit Gjezi Helps, drejtuar presidentit Reagan, nuk mund zgjidhet Ballkani pa pasur bashkim të Kosovës me Shqipërinë. Dhe politikanët tanë nuk flasin për bashkim kombëtar, nuk flasin për çamërinë. Mbase dalin treja që shkojnë te kjo. Nacionalizmi shpëton Shqipërinë. Ju falenderoj. Në fund do të kem dhe njëherë avokatin Metuku. A mund të hiqet green card atyre që kanë mashtruar në intervistë? Rrezikojnë studentët që janë me studime këtu shqiptar për të shkuar me pushime në shtëpi? A i ndalojnë të vinë sepse ka një propozim nga 49 vende, edhe vendet e Bashkimit Evropian, duhet provosh 5 vitet e fundit të aktivitetit tënd në median sociale. Por kjo ka një kufi 60 ditësh. Do të hynë fuqi mbas 60 ditëve. I falenderoj. Kudo në Shqipëri.